Nga janari deri në qershor të këtij viti, një val atentatesh dhe vrasjesh të rënda kanë goditur vendin, duke lënë pas viktima, dhimbje dhe shumë pikpyetje për autorët e këtyre krimeve, shumica e të cilëve ende të paidentifikuar. Mbrëmjen e 12 janarit, biznesmeni Bujar Nasufi u ekzekutua pranë banesës së tij në zonën e njohur si Pallati me shigjeta në kryeqytet. Autorë që lëviznin me motor i vun flakën mjetit pas krimit për të zhdukur gjurmët. Një dorez gjysmë me djegur e gjetur në vendin e ngjarjes përmbante material biologjik i cili është përdorur për të krijuar një profil ADN-je, tashmë dërguar për krahasim në bazën e të dhënave të Interpolit. Vetëm një ditë më vonë, me 13 janar, një tjetër atentat me pasoja fatale tronditi vendin. Kristian Marku, i njohur edhe si Kristi Bardhi, u vra në afërsi të fshatit Novosel në autostradën Fier-Vlorë. Dyshohet se ngjarja lidhej me hakmarrjen e vjetër midis dy fisëve të njohura në Mirdit, Bardhit dhe Reçit. Policia ka bastisur banesat e familjarëve të Kastriot Reçit, një emër i njohur për përplasje të përgjakshme të së kaluarës. Në 24 janar, një tjetër viktim në Zallëmner të Kamzës, Lulzim Visha, u vra brenda automjetit të tij, edhe pse nuk kishte precedent kriminal. Ai u bë shënjestra një atentati ende pa autor. Në Shkodër, në 27 shkurt, 20 vjeçari Pavlin Preka u gjeti vrarë në fshatin Guci e Re, një ngjarje pa të dyshuar të identifikuar deri më tani. Valës së dhunës i shtohet edhe vrasja e Gjovalim Prendit në Plan të Lezhës në 17 prill të këtij viti. Ai ishte babai i Roam Brahimit, i cili ishte ekzekutuar në Greqi një vit më parë. Policia po heton në pistën e një zinxhiri hakmarrjesh familjare. Në Vlorë, në 27 prill, 58 vjeçari Renato Hoxhaj u ekzekutua pranë banesës së tij në lagjen Hajro Çakëri. Dyshohet se viktima kishte dieni për disa ngjarje kriminale në qytet, ndërsa porositësi mendohet të jetë i larguar jashtë vendit, konkretisht në Dubai. Në 20 maj në Durrës u vra 29 vjeçari Ermir Dedja, një emër i njohur për autoritetet. Ai u qellua për vdekje në lagjen numër 18, pas një të dyshuar të identifikuar deri më tani. Ndërkohë, një tjetër ngjarje e rëndë por fatmirësisht pa viktima ndodhi në 17 prill, pranë tregut agro-ushqimor në Lundër. 4 persona, mes tyre 2 të mitur, u plagosën në një atentat me armë zjarri ndaj një mjeti luksoz G-klas, ku ndodheshin 2 djemtë pronarit të kompanisë Pelikani Security dhe një punonjës i kësaj kompanie, Arenc Sefa, që shoqëronte fëmijët në atë moment. Në një vend ku plumbat flasin më shumë se drejtësia dhe hesh drejtësia, mbetet një premtim ende i pambajtur.